Fakulteti Teknologjik Ushqimor dhe të Ushqyerit në Gostivar është mbyllur dhe gjithë kjo ka kaluar larg vëmendjes së opinionit. Të shtunën e kaluar TV2 vendosi kontakt telefonik me dekanin e këtij fakulteti Azir Pollozhani dhe në pyetjen se a është e vërtetë se fakulteti në Gostivar po mbyllet dhe se të gjitha pajisjet brenda objektit po zhvendosen, ai deklaroi se këto janë spekulime dhe se ky institucion aktualisht është në kulmin e lulëzimit. Megjithatë, pas asaj dite, zotri Pollozhani ka qenë i pakapshëm për gazetarët e TV2, duke mos u përgjigjur as pak në thirrjet telefonike që ja kemi bërë vazhdimisht. Atmosfera që sot mbretëronte në objektin e këtij fakulteti në Gostivar ishte heshtje maksimale dhe dyert të mbyllura. Ministri i Arsimit Abdulaqim Ademi në pyetjen se kush është e vërteta dhe fati i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit në Gostivar tha se këto janë çështje të brendshme të universitetit në të cilat ministria nuk mund të përzihet, por se deri më tani ministri nuk ka qenë informuar për mbylljen e këtij fakulteti. Po kjo është çështje e brendshme e Universitetit Shtetëror të Tetovës, ata vetë organizohen edhe rreth disperzimit edhe rreth themelimit të fakulteteve të reja ose zhvendosjeve në këtë rast, kështu që ne nuk mund as të përzihemi në punën e tyre, por mund vetëm të informohemi. Deri tani nuk kemi ndonjë informat konkrete rreth kësaj çështje. Ndërkaq Dega e Rilindjes Demokratike Kombëtare në Gostivar sot ka reaguar ashpër ndaj mbylljes së Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës në Gostivar dhe sipas tyre për këtë mbyllje institucionet gjejse, USHT, Ministri i Arsimit, Partia Shqiptare në Pushtet dhe fajtorët e tjerë duhet të japin llogari dhe të mbajnë përgjegjësi të madhe. Për hapjen e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore në Gostivar me laboratorinë më moderne në vend është dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm i shumë njerëzve të vullnetit të mirë dhe tani mbyllja e këtij fakulteti në Gostivar është një turb dhe gabim i pariparueshëm, thuhet në reagimin e RDK-s në Gostivar. Dega e Rilindjes Demokratike Kombëtare në Gostivar thekson se në kohën kur në Gostivar ekzistojnë 3 universitete private me tendenca për të hap edhe universitete të tjera, është turp të mbyllet i vetmi fakultet shtetëror me potencë reale të shndrohej në një nga fakultetet më me perspektivë në vend dhe rajon. Me gjithë kontributin kombëtar dhe arsimor të shumë njerëzve të vullnetit të mirë, Gostivari nuk e meriton që të sakatohet dhe të turprohet në këtë mënyrë, duke ia marrë edhe respektin më të vogël që dhe ashtu e ka merituar, thuhet në reagimin e RDK-s Dega në Gostivar.